Kena pa probleme të ndryshme, nuk kena pas ku mu adresu, ka punu parimi arbitralitetit, nuk ka një anshmëri, nuk ka transparencë. Çka është kjo panik, mos me ta tregu çelësin e pyetjeve. Qendra Klinike Universitare e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar kishte hapur konkurs për mjek specialist nëpër disa klinika. Rezultatet e testit me shkrim për këtë konkurs ishin shpallur më 16 janar 2026. Besfor Dabiqaj, i cili ka aplikuar për mjek specialist në klinikën e oftalmologjisë, pas shpalljes së rezultateve me shkrim, kishte bërë kërkesë për shikim të testit. Kur Dabiqaj kishte shkuar për ta shikuar testin, aty prezant nuk ishte qenë komisioni vlerësimit e as nuk i ishte prezantuar çelësi i përgjigjeve të sakta, që Dabiqaj të mund të shente përgjigjet e sakta apo të pasakta. Ai po kërkon që ta shoh testin e tij origjinal bashkë me çelësin e përgjigjeve të sakta. Kemi hirë në test dikun gati një javë nëse s'gaboj para rezultateve përfundimtare të testit me shkrim. Testi me shkrim ka dalë dikun mas ditën e 16 janarit të vitit 2026, dikun ka ora 4:45, dhe në atë listë që më faqe që veç ju keni qasje publike, është po që nuk ka me pas mundësi me verifiku kërkush testin e vetë, por prap na kemi folë me disa miqton që na dojnë të mirë dhe na kanë udhëzu në aspektin ligjor, pra janë juristë të certifikuar të Republikës Kosovës, kemi bë kërkesë, jo ankesë, ku pra i keni dokumentacionin e juj me numër të protokollit, do më thonë 441 datës 19 janar 2026, ku kam kërkuar pra rishikimin e testit, çelësin e pyetjeve dhe proces verbal në mbajtjes së provimit. A ju ka përgjigj në këtë kërkesë? Absoluti jo, dikun ka ngjall një lloj paniko, nëse mund ta quajmë institucional, pasi vetëm 2 ditë pas kam publikuar datën kur do të mbahet pra intervista verbale, ende pa i pa kërkush testet e veta, dhe dikun me të ejnëtën, pra dikun data 22, nëse nuk ka bëj, është mbajt intervista verbale, ndërsa datën 23, me njerë pas presionit mediatik special, sidomos nga ju kallxo.com, që atë pas diteve që keni publiku lajmin, ka ndodhur domethënë një shkelje e madhe, bajagi skandalozne për mendimin tim. Normal që nuk jam shumë ekspert i madh ligjor, por që na kanë thirrë mi po testet vetëm kopje i kena marrë pa çelës, edhe nuk ka qenë komisioni vlerësues. Dabiqaj pretendon që njëra pyetje në testin e tij ishte poentuar me 0 pikë, ndërsa pyetja e njëjtë në një test tjetër ishte vlerësuar me 3.5 pikë. Testin e kemi marrë bardhë zjat ditë, dhe brenda testit, për shembull, është pyetja e 3B, ku kodi më 779, për hir të mos keq kuptohemi nga kolegë tjerë, dua të domethënë, sidomos këto si mediat e specifikane, që unë i kam shoqë të gjithë ata të cilët fatmirësisht dikush do të punësohet në këtë konkurs, nuk kemi asgjë me askënd, dhe në asnjë kërkesë time nuk kam kërkuar rishikimi testit huaj. Edhe pse ma mundson ligji, Agjencia për Informim dhe Privatësi e din këtë, Besfor Dabiqaj me kod 779 në asnjë vend nuk ka kërkuar përveç testit të vet. Pra jo mënyrë me një kod të burërisë sinqert, jo mundu me kërku vetëm drejtën time bazike në Republikën e Kosovës, ku jam edhe shtetas i këtu. Çka kom pa? 3B, testi kodit 779, unë jam pikzuar me 0 pikë, ndërsa kodet i ka media, e ka në kërkesë, edhe SHSG këja nuk po du sot mja atribua asnjë kolegu tjetër që ka rastis me mu, ka marrë 3.5. Kallxo.com ka dërguar pyetje te kryetari i komisionit, doktor Bujari Mere, por ai nuk ka pranuar të ju përgjigjet pyetjeve tona. Ne e kemi pyet sepse nuk kanë qenë prezant si komisioni vlerësimit në ditën kur kandidatët kanë shku me i pa testet e tyre, edhe pse atyre nuk ju ka prezentu lista e përgjigjeve të sakta. Ndërsa nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë thënë se është kompetencë e komisionit për t'ju përgjigjer pyetjeve tona. Kena pa probleme të ndryshme, nuk kena pas ku mu adresu, ka punu parimi arbitralitetit, nuk ka një anshmëri, nuk ka transparencë. Çka është kjo panik, mos me ta tregu çelësin e pyetjeve. Pas herës parë, ndodh dikun vonohet deri ka e mërkurja rezultatet preliminare. Dhe çka ndodh aty? Të nesërmen, pas presionit mediatik që jeni bë, pra ligjërisht, na që kena lexu pak ligjet, e dim që komisioni vlerësues ka kompetenca ligjore deri në datën e publikimit të rezultateve preliminare. Në vefaqe muni me gjetë, tashmë kompetencat ligjore qëndrojnë tek komisioni për ankesa, që është aktivizuar një ditë pas paraqitjes. Dhe unë kërkesën dua mos të ikem edhe një detaj. Unë prap ja kam dhënë një mundësi. Para se me da rezultatet, prap me datën me 26, pra dikun 3 ditë para preliminareve që kanë dalë me 29,
726 është numri i protokollit. Prap kam kërkuar ju kisha lut, ju kom drejtu sektorit personelit, drejtorit të QKUK-s zotëri Mentorzin Ulla, drejtorit të SHSK-s zotëri Elvira Sizit, a mund vetëm ta shoh origjinalin e testit. Dhe të shoh proces verbalin dhe çelësin që është seni që ma mundson ligji më bazik. Më 30 janar 2026, kandidatët të cilët kanë kërkuar të shikojnë testet e tyre janë thirrë për herë të dytë nga QKUK për ta shikuar ata. Kësaj here, në mesazhin e dërguar kandidatëve, thuhet se prezant do të jetë edhe komisioni vlerësues. Por çka është skandaloze dhe ku vret paniku institucional që ka ndodhur në këtë konkurs është SMS-i që më ka ardhur mas dite, pasi që e kam çuar ankesën, ku më është thënë nga zyrtarja për sektorit të personelit, të lutem eja nesër në ora 2 do të shikosh do të jetë komisioni vlerësues. Pra shkelje ligjore. Nuk mundemi na me e legjitimu një çrregullim të cilën e ka bërë komisioni vlerësues. Dhe çka ndodh kjo? Këta po tentojnë që me anë të, sikur hipotetikisht ne të kishim rënë në Grackën nëse mund ta quajmë të asaj, atëherë do të delegjitimuj ankesa ime. Për të gjitha pretendimet e palëve, Kallxo.com ka dërguar pyetje në QKUK, por edhe te kryetari i komisionit Dr. Bujari Mere. Deri në publikimin e këtij materiali, ata nuk kanë kthyer përgjigje. Rjeti Ballkanik i gazetarisë hulumtuese ka bërë kërkesë tek Qendra Klinike Universitare e Kosovës për të qenë pjesë e monitorimit të këtij procesi. Kjo kërkesë është refuzuar nga QKUK me arsye timen se ky proces është proces i brendshëm administrativ.